dua që t'i paraqes para jush llojet e zemrave që Allahu i Madhërisëm i përmend në Kur'anin famadh, të cilat renditen sipas ajeteve të Kur'anit që Zoti i përmend duke i përshkruar çdo lloj zemre. Zemra e cila fillimisht konsiderohet si e shëndosh, e pastër, qalbun selim, e që për këtë dëshmon ajeti kuranor ku Ibrahimi a.s. i drejtohet Allahut Madhërisëm që mos të lejoj të poshtrohet në ditën e gjykimit, duke thënë la tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. O Zot, mos lejo që të poshtrohem në ditën e gjykimit, në ditën kur nuk do të bëj dobi as fëmiu e as pasuria, dy mjetet më të rëndësishme pas të cilave nga rendin njerëzit në jetën e kësaj bote, por që nuk mund të na bëjnë dobi në ditën e gjykimit. E vetmja gjë që na bën dobi në ditën e gjykimit është ajo që e përmend dhe thekson ajeti kuranor ku thot illa man ata Allah biqalbin salim. Përpos atij që i vije Allahut para me zemër të shëndosh. Shëndoshmëria e zemrës fillon atëherë kur e ka butësinë e saj. Butësia e zemrës është elementi bazik që dëshmon për një zemër të shëndosh, për një zemër të qiltër, për një zemër e cila është e gatshme për ta pranuar të vërtetën e Allahut, është e gatshme për të ndikuar pozitivisht nga argumentet e Zotit. Prandaj tha Allahu illa man ata Allah biqalbin salim. Përpos atij që në ditën e gjykimit i del para Allahut me zemër të shëndosh. Sepse zemra e butë dëshmon për shëndoshmërinë e saj. Pastaj gjithashtu është edhe një lloj i dytë i zemrave, zemra e sëmur, siç thot Allahu në Kur'an kur flet për munafiqët, për hipokritët, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Në zemrat e tyre ka sëmundje. Sëmundje kjo e cila nuk lejon që ata ta pranojnë të vërtetën hynore. Nuk lejon që ata ta pranojnë atë që Zoti ka zbritur në të mirë të tyre. Atë që kanë proklamuar pejgamberët e Allahut në përgjithësi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në veçanti. Sepse zemra e cënuar nga hipokrizia, mëkatet e përsëritura dhe mungesa e sinqeritetit është zemër e sëmur, e cila ka nevojë për shërim. Pastaj është zemra e ngurtë. Siç thot Allahu në Kur'an, fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për zemrat të cilat nuk e përmendin Allahut, pra për zemrat e ngurta. Mirë për zemrat e ngurta që nuk e përmendin Allahun. Këto zemra janë ato të cilat mes tyre dhe mes përmendjes së Allahut në përgjithësi, pra të adhurimit të Allahut, konform asaj që Zoti ka urdhëruar dhe asaj që pejgamberi i tij na ka mësuar, është zemra e cila ka krijuar pengesë për shkak të ngurtësisë së saj. Zemra e ngurtë, madje më ngurtë se sa aguri shpesh herë. Siç tregon Allahu në Kur'an, e thot thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Pastaj zemrat tuaja u ngurtësuan, pasi që i mohuat mirësitë e Allahut, pasi që i mohuat argumentet e Allahut, dhe u bën më të ngurta se sa aguri. Pra ka raste kur zemra e njeriu ngurtësohet më tepër se sa ngurtësia e gurit, sepse ndodh që në mesin e gurëve, në mesin e shkëmbinjeve, të burojnë ujra, të burojnë dhe të rjedhin lumej, dhe kjo tregon se ato mund të jenë të ngurta në pamjen e tyre fizike, por gjallërohen brenda tyre me ujrat e Allahut Madhërisëm. Por ka zemra të njerëzve që nuk gjallërohen me asgjë. Madje nuk i gjallëron as fjala e Allahut Madhërisëm. Pra janë më të ngurta se sa gurët e shkëmbinjit. Pastaj Zoti e përmend edhe zemrën e vulosur. Zemra e cila pas gjithë atyre argumenteve që u paraqiten, ajo nuk e pranon të vërtetën. Pra nuk dëshiron që ta eliminojë sëmundjen e saj, nuk dëshiron që ta evitojë ngurtësinë e saj, por ajo vazhdon të jetojë si e ngurtë dhe si e smur, derisa arrin në nivelin e vulosjes së saj, të përhershme. Pra bëhet që të verbohet përjetësisht dhe të mos e sheh e të mos e pranoj të vërtetën absolute. Për këtë arsye Allahu thot:
khatemallahu ala qulubihim, Allahu i ka vullosur zemrat e tyre. Si pasoj e qëndrimit të tyre të gabuar në raport me të vërtetën absolute dhe hynore të Zotit të Madhërisëm.